Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo më shumë se kaq? Në fakt, së pari mund të themi që me Trumpin asgjë nuk mund të parashikohet. U tha në fillim që do të ishte një sulm simbolik, le të themi, ndaj goditja ndaj Iranit do të ishte më tepër simbolike për të mbuluar dhe për të shuar të gjithë zërat apo pritshmëritë e Perëndimit, por duket qartazi që përtej të gjithë pretendimit për rrëzimin apo për eliminimin e programit bërthamor të Iranit, ka dhe interesa të tjerë të cilët janë po aq interesa që prekin çështjet e sigurisë, por edhe ato të ekonomisë. Dhe duket qartë tashmë që ekonomia me siguri në atë rajon, ashtu sikurse është bekim, e them gjithmonë vetë nafta dhe ai pasuri, ashtu është edhe mallkim jo vetëm për Iranin, por për gjithë rajonin. Tashmë vetë letimi... Po thua që ka interesa të tjera shumë më komplekse se sa thjesht ideja për të parandaluar një projekt bërthamor të Iranit? Patjetër, së pari duhet thënë që projekti bërthamor i Iranit si një vend jo vetëm islamik, por një vend i cili ka furnizuar dhe ka investuar prej dekadash tashmë celulat terroriste dhe proksit e veta që ne tashmë i dim, Hamas,